do bëjmë cheesecake-un sot. Po, cheesecake pa pjekje. Vetëm do të takoj të presësh një 4 orë për ta ngrënë. Ke duri? Kam armasat, kam ardhur relativisht e ngrënë që të ha vetëm të janë ëmbël. një biskot, po dush, po ta fal një. Kur nuk ishe mendjen, mora një gjysmë, duhet ta llogarisësh në gramatur që ke një gjysmë biskote mangut. Pas ka ngër pjesën tënde. Fillojmë të përgatisim? Po. Dhe më thuaj me çfarë mund të ndihmoj unë përveç se duke ngrënë biskotat. Normal. Tashi, tu kam 300 gram biskote. I kam marrë nga këto me çokoladë. Tash duhet të kesh një gjë parasysh. Kur bëhen recetat që kanë që nuk piqen në furnë, mbi të gjitha ingredientët përbërësit duhet të jenë me cilësi, sepse më ndryshe është kur i gatuan në zjarr ose marrë një shirë çik më ndryshe, ndërsa këto që nuk piqen duhet të kenë gjithmonë cilësi. Doja të pyesja për biskotat sepse më çuditën që janë biskota me çokoladë. Unë kur kam bërë me kakao faktikisht. Kur kam bërë vetë cheesecake, kam bërë me nga ato biskotat integrale që janë. Po dhe me ato mund ta bësh. Mund të bëhet me të dyja, nuk është e thënë që duhet bërë. Biles receta origjinale thot biskota digestive, po këtu në Tiranë ose në Shqipëri është çik më e vështirë ti gjesh në rrethe, nuk i kanë. Atëherë unë kam vënë me çdo biskota, më e thjeshtë atëherë që mund t'i gjejnë, ose nëse se janë këto pandistele që them unë, mund të marr një biskotë tjetër. Çfarë do lloj biskote bën? Të cilësisë mirë, domethënë nëse do marr një biskotë që është e thatë, vetëm ato bazë dhe nuk kujto ato biskotat e tmerrshme që kanë qenë me shumë soda atëherë që ne bën. Vetëm ato jo, ose mund të përdoren ato Zvego që janë kështu të thata dhe ato i gjenë për një. Po kjo është domethënë kjo lloj biskote gjen kudo edhe e kam thjesht. Domethënë biskota sa më të mirat janë për tu ngrënë, aq më mirë dalin dhe në cheesecake. Sepse pa ta bërë një herë provë se biskota si të thata, thash po provoj se si del. Ndodh që edhe pse i hedh gjallë, pa to formohen, kështu që baza nuk rinjish, si duhet të rikë cheesecake-u në momentin që Unë mendoja dikur që cheesecake-u e kishte një gjë të një tip torte të bëra të shtresën e poshtme. O mund ta bësh edhe ashtu po dush, po kjo është shumë e thjeshtë. Cheesecake, domethënë po ta përkthesh në shqip është tipike kek me djath. Po, kek me djath. Ka njerëz që i tromb kjo ideja, një shoqja ime nuk pranon ta haj cheesecake sepse e tromb fjala kek me djath, sepse është pak tradicionale në shije dhe ka frikë të përzihet të ëmbël me të kripurën. Si ndodh? Është përzihet mirë në këtë rast cheesecake-u? Kur thon italianët ci sta bene, po. Domethënë është nga ato mos të trombet se nuk është djath, se njerëzit kur thua djath mendojnë atë djathin e fortë të Gjirokastrës apo djathin e Kaçkavallit, nuk ka të bëjë fare lidhje apo sepse djathi që përdoret këtu që është djath Philadelphia ose diçka e ngjashme me të, sepse Philadelphia, mascarpone. Në këtë rast ne kemi Philadelphian, po ka edhe djathra të tjerë që nuk është marka Philadelphia, por është gjithmonë një djath kremoz. Djath kremoz, domethënë, gjithmonë me cilësi të mirë. Po mascarpone? Unë herë bëra edhe me mascarpone. Po, edhe me mascarpone shumë e mirë. Shije shumë të mirë, çerekun e hëngra. E kam bërë dhe me qumësh të kondensuar që të pëlqen ty që thu qumësh panda, edhe ai është shumë i mirë. Do të thënë mund të jemi të lirë që të hedhim çfarë të duam. Po, mjafton disa raporte të themi. Ja, ato raportet është çike vështirë, po si patë talent. Po nisem me të themi me eksperiencë, me orë pune është kjo, domethënë po ta kesh bërë disa herë, që ka si makina që bësh shofere me orë pune dhe në kuzhinë. Tash ti do t'i grim, tu tham kemi 300 gram biskota. Do t'i grim 290 gram, kemi se 10 gram. 108. Që këto do t'i grim, kemi vënë çik si shumë ne të dyja. Do e provojmë, nëse kjo mi grin mirë, do ta heq disa, po. Mori. Për bukuri u bë. Edhe pak fare. Tash këtu gjithmonë kur bëhet baza e cheesecake-ut duhet gjalpi të jetë gjysma e sasisë biskotave. Faktikisht ne këtu kemi 300 biskota, 150 gram gjallë që unë e kam tretur dhe tash është i ftohtë, i vakur, themi. Ti ku e ke mësuar cheesecake-un? Ku e ke parë për herë të parë? Për të parë kam ngrënë kur isha në Amerikë. Kur studionte goca bënte një masë, shkova dhe ajo e kisha dëgjuar shumë faktikisht, po aty e provova. Edhe më pëlqeu shumë, të themi dhe u dashurova me këtë ëmbëlsirë. Unë e kam parë për herë të parë tani që po kujtohem te telefilmi Friends. Ka qenë një seri ku ata vidhnin cheesecake-un e komshinëve. Dhe kam dëgjuar për herë të parë cheesecake, mendova edhe unë kek me djath dhe përfytyroja që ishte si tip keku buke në vend i kripur me djath. Ka ndonjë recetë të tillë apo? Mund të bëhet? Po, ka një cheesecake të kripur. Po, kam bërë unë dhe për revistën Living, cheesecake me
me avokado, futem pastaj ingredientet e tjera aty natyrisht, domethënë nuk ka të bëj shumë e mirë se me avokado, unë kam shumë qef avokado, më pëlqen. Se një nga gjërat që mua më pëlqen te libri yt, që kur e kam marr, që kam tentuar të gatuaj dhe kam filluar të gatuaj, është që më vjen mirë se ti ke filluar me gatu me librin tim. Më pëlqen pikërisht kjo gjë që është edhe ky raporti i recetave, që jo gjithmonë kanë përbërës nga ato që kushtojnë shumë, ose që ne qeshim gjithmonë dhe themi duhet marrësh kredi konsumatore për të bërë një drek. Ka dhe gjëra jam munduar shumë të thjeshta për të gjitha buxhetet, të gjitha xhepat. Okej. Tava që do përdorim, zakonisht cheesecake-ët tavat janë nga 20 deri 24, domethënë. Unë kam pak më të madhe, do duhet marr një tavë më të vogël. Me çik më të vogël sepse cheesecake-u pastaj do dali i shesht. Po. Kur je cheesecake-u sa më vogël ti tava, ai del aq më lart kur e pret. Mua më ka dalë, kam provuar dhe më ka dalë pak i shesht. Nuk kam bërë figurë. Bëra figurë shumë të mirë sepse ju anxora disa njerëzve që s'kan skuqur kur vezë në shtëpi, o cheesecake. Shefe në rrethin tim, po. Po shumë mirë. Ashtu fillon. Kurse në rrethin e shefave. Po, as nuk jam shefe, thjesht shumë pasion. Edhe kjo më pëlqen shumë, përdorimi i letrës së kuzhinës nga do. Është një invencion, them një shpike shumë e mirë. Sidomos biskotat, unë për shumë kur i piqen fillim, se ne në Shqipëri s'kishim letër furri, as nuk e njihshim. Pak vite ka që ka. Ja, nuk e njihshim. Edhe lyja unë shkreta tavën me gjalp, me veja biskotat si një tym në shtëpi. E kam parasysh. Ndërsa tash me këto biskotat me këto letrat e furrit është zgjidhje. Ta shty punktën ndërkohë që ti vazhdon vetëm ma hap pjesën tjetër uniforme me luk. Edhe tash o me këtë, o me fundin e një gote, o me kurrizin e një luge, shumë, ngjeshë. Po. Okej. Ndërkohë që ti mund të fillosh me pjesën e kremit, apo kurse mbasi ta ngjeshim mirë, do ta vëm në frigorifer 30 minuta që të ngurtësohet më mirë. E mbaj mend shumë mirë nga libri yt. Një herë që un kam bërë një cheesecake sipas librit tënd, nga që nuk kisha gjelatinë në shtëpi, që shoh që këtu e kemi. U desh të bërja një përzierje të fundit të një cheesecake-u me një recetë tjetër ku ti kisha tani më kujtua, prandaj pas kam bërë me mascarpone. Po, ke marrë njërën bazë me ato tjetër. Shumë mirë. Gërshetova bazën e një cheesecake-u me kremin e cheesecake-u tjetër. Po, shumë mirë, shumë bëhet. Tash këtu kam 4 fletë gjelatine, këto janë 2 gram secila janë standard. Që unë si kam përdorur kurrë. Si ke përdorur një? Jo, s'kam bërë akoma, më zhdukur shumë e komplikuar, ja tani. Ja, do ta shohësh se sa e thjeshtë është. Këtu kam pak ujë të ftohtë, 10 minuta duhet t'i lësh që t'i hidratohen. Sepse më zhdukur gjithmonë shumë e komplikuar gelatina, nuk e kam bler kurrë dhe nuk më zhdukur sa herë shoh receta me gelatinë, them unë nuk e bëj dot. Ti po e kaloj këtë recetë. Po, edhe nuk e kam parë, nuk di ku ta blej, si ta përdor. Ja ta tregoj unë se kam këtu një paku që se kam hapur ja. Kjo është. Po, e gjen ke Konadi. Te Konadi tek ai rafti ku janë ato sodat e shimor, ato gjërat e bukura që bëhen, tortat, bukurimet e tortave, po. Dhe thjesht futet në ujë dhe rri 10 minuta. Po, do ta lëm 10 minuta që të hidratohet. Ja, kjo është, domethënë, paketa që mund ta gjesh në Konad. Në Konad, po. Do përpiqem që ta fuz dhe unë në kuzhinë. Po, tash që sot tani që e pash, po, t'ja tregosh dhe shoqeve tua, do shesesh me. Po, do them jam kuzhiniere që ditë bëj gelatinën. Kush do të mbaj ty tash? Sikur është ndonjë gjë e veçantë. Mos ja tregoj gjë sekrete ti. Jo, dhe krishet e tij këtu po mbajmë vetëm ne të dyja, nuk na shef njëri. Vdes me ne dhe kjo recetë. Do mbetet tu sekreti. Okej, ja tash këto ta lëm 10 minuta që të hidratohet, po të themi. Tash ti do të rrah panën. Ku kam panën? Këtu kam 250 ml pana nga frigoriferi. Sepse pana që të rrihet sa më mirë, pana për ëmbëlsira është kjo. Pana për ëmbëlsira. Që është në kutinë vet, pana për ëmbëlsira, jo nga ajo e bukura. Jo, ata se përdor fare, unë që është gati dhe vetëm sa ta vështi për tortave. As mbi cappuccino nuk e përdor atë? Ja, unë jo, për vetëm me gjatë t'i bëj çfarë. Jo, unë e kam në aneks dhe kaloj her pas here, hap gojën, e hedh në gojë, i hedh edhe një kanellë sipër. Jo, kjo është pana thjesht për ëmbëlsira dhe që duhet montohet ose duhet të rrihet themi në rastin elektrik ose në robot. Kjo duhet e ftohtë nga biles. Shefat thonë që të jetë sa më e mirë, që të rrihet sa më e ngrirë, duhet vesh dhe tasi ku do ta punosh dhe ti fusësh të gjitha në ngrirje biles pak minuta. Që të kenë temperaturë të ulët.
Tashi unë do të rraf panën ti fute në frigorifer 30 minuta. Ose në qofse nuk kemi shumë kohë, 15 minuta në frizer. Kjo është këshill shumë e mirë. Tani, unë para se ta vë panën që të ra, hodha 3 lugë këtu, sepse do më duhet që të bashkoj gelatinën. Kola di peshk ose gelatinët për ta tretur, për para se ta hedh ke kjo. Gelatinën e kemi me pjeshkë? Jo, gelatina nuk ka thjesht fare asnjë shije, shumë neutrale. Tani këtu do ta vë që të rrihet. Sa duhet rrahur? Derisa të bëhet si e ngrirë dhe do të çosh ti krijon si dall, do ta tregoj në momentin që ajo do të jetë gati. Kjo akoma duhet rikthyu edhe një çik, ne tani do të përziejmë. Këtu kemi 220 gram kos. Kosi sa më i trasht tjetër. Të do pyesja. Ky nuk është shumë, sepse unë nuk gjete. Kos i skremuar? Jo, tash kur bëhen këto ëmbëlsira duhen çdo gjë me ndyrë. Ndryshe, okay, mund ta bësh light, po mund ta bësh, po nuk do jetë e njëjta shije. Kam 220 gram djath Philadelphia ose diçka të ngjashme me të po me cilësi. Djath kremoz. Po. Dhe këtu kemi sheqer plur. 150 gram sheqer plur. Një shoqja ime bëri një ditë një cheesecake, e kishte bërë shumë të mirë dhe kishte harruar të hiqte vetëm një gjë. Sheqerin. Sheqerin. Po unë i thash s'ka gjë, thash se nga që kam biskotat sheqer, ky mund të quaj dhe ky një recetë light, po themi një cheesecake light. Sepse ajo nuk kishte guxuar as ta hante, unë thash bëre shumë gabim se ai quhet cheesecake, është përsëri dhe e drejtë. Të ëmblën e kanë biskotat. Tash gjithmonë unë përzier përdor këtë rrafsin e vezëve me dorë që për mua është shumë e rëndësishme në kuzhinë, po. Tash mirë është ta gjesh me këtë se janë ato të telit, po kur përdorim tenxhere të tilla që janë të veshura brenda, ato ti gërvishin, po. Më mirë një nga kjo, që kjo shkon mirë si ke tasat edhe ke tenxheret. Nëse ti do të vazhdosh aty. Vazhdo rrije pak sa ta shoh pak të këtu, se dhe kjo pothuajse po bëhet. Ja dhe kjo këtu. Iva, hajde shife se si u bë? Ja. Tani e kuptova. Fiks me dallgë, bëre përshkrimin shumë mirë. Shumë bukur. Dhe kur e ngren kjo nuk bie. Kujton çika ato bardhën e vezës që bënim dikur me sheqer që rrifnim atëre. Dhe prova atëherë ishte kur përmbysnim pjatën edhe sa vezë kam bërë unë atëre o zot. Okej, këtë tani do ta lëmë njanun këtu. Shumë je bravissima, mamma mia. Jo tamam është kjo. Se ka akoma dhe disa kokra. Parimi im është mos të lë asnjë kokër. Shumë e mirë jeni. Tash do t'i hedhim dhe këtë vaniljen. Po ti që kanë dinë se shumë e mirë? Ja, po jam marrë dorën. Pse kam ardhur këtu te ty? Nuk mjaftohen vetëm me këshilla në Facebook dhe me librin. Po, pra se ne nga libru njoftë dhe në Facebook. Është ja kjo këtu. Si bëhet? Si qese? Si të preke qik në dorë. Se klara i kemi duhet. Si qese plasmasë transparente. Po pasaj o shkrijet e gjitha? Ja, prit. Tani këtu si shtash unë lash 3 lugë nga kjo pana, para se të rrihja. Do t'a vë këtë që të ngrohet. Them që tani s'kemi asnjë kokër në këtu. Kremoza, më bukur nuk ka ku të shkoj. Këtu kemi fruta të ngrira, pylli. Mirë t'i kesh fresta, po unë këto e kisha në frizer, tash më mirë t'i përdorim, pse jo. Sigurisht. Tani për t'i tretur pak fare këto se janë shumë të ngrira, do t'i vë një temperaturë të ullët. Do t'a asajosh se ti banja Marie? Mirë me banja Marie, po ti... Kjo është vetë ngelet midis nesh me temperaturë të ullët. Në banjë Marie është e domosdoshme, sidomos aty nuk ka rrugë shpëtimi, është çokolata kur është tret vetëm, pa gjallë ose pa pana aty s'ke kulluar. Jo, në përgjithësi përgjithësi këtë teknikën e banjë Marie se përdor në shtëpi që nga fizika për të ngrohur, për të ftohur, gjithmonë përdor tavat me ujë, për të ftohur gjërat më shpejt me ujë të ftohtë apo për t'i ngrohur. Shumë e drejtë. Çokolatat si e bardha dhe e zeze, çfarë lloj çokolate, nëse s'kan gjallë ose pana aty e detyruar ta bësh sigurisht, sepse ndryshe do ngjit. Ngjit nuk ka shpëtim.
në vend të frutave, në këtë rast të pyllit, sepse ato gjithë mund t'i kenë qef. Po, çfarë do lloj frutash? Dhe gjëra të tjera, mund të bëjnë lule shtrydhe të freskëta të lule shtrydhe, qershia, kajsia, pjeshka të ndarë copa të vogla natyrisht. Ose në pjesën që më pëlqen shumë në dimër me sheg, kokrat e shegës. Kam shumë qef. Më pëlqen shumë gati. Po një çik nga i kremi i gatshëm mund t'i hedhim sipër? Çfarë thuan krem gatshëm? Është një krem te Konad, një krem qershia që unë kam shumë qef. Ato kështu sipër, po, ato përdoren. Po, aty them krem i gatshëm. Okej, po. Pero atë nuk do t'ja edhësh sipër. Po, vetëm në pjesën e sipër, edhe kur do ta dekor. Po edhe ne do ta përdorim sot atë, se kam unë në frigorifer këtu në studio. Se tu kemi zënë blind testit neve. Po, sot kemi, se po thosha, më duke si e parë kuzhina, po nga që nuk kam qenë ndonjëherë në xhirimet e blind testit. Ja morëm kësaj radhe. Kemi marrë studion e blind testit. Edhe më pëlqen shumë si program. Po pa ishullin, se ishulli në mos gaboj atje është bojqelli apo jo? Po e ndruam një çik. E personalizuam. Personalizuam për recetat. Ja, këto paksa ti sa të shkrin. Këtë po e lë këtu 2 minuta, ja. Këtë unë e ngrofa, goxha, këtë panën. Tashi do ta shtrydh mirë. A duhet shtrydhur me ujë? Kjo po punon vetë. Se di çfarë ndodhi. Okej. Magjia studios. Ja, këto ta shtrydh me dorë kështu. Do ta vë, po do ta marrim vetë. Se çdo copë vogël më duhet. E coptoj kështu me dorë, masi e kam shtrydhur mirë. Po pra, gelatinën më në fund. E thjesht fare është. Unë kam shumë qef ato karamelet me gelatinë. Unë e shkreta çan të mbet gjithë e kam qef. E fama të gjon, si s'na pëlqeu të na shkoj një mendja për një karrotë të zjera, një brokoli të zjerë. Që karrotë të zjera ato gjëra. Imagjinon pasdite duke parë një film edhe të hash karrotë. Megjithëse im shoqi ka qef. Fol ti po desh, ai ha me qef i them unë. Mi qëron edhe mua matë keqë, më them... Ke ndojnë karamele dhe një çokoladë. Po, më mirë më lë, i them unë. Ja, ta shtrydhë. Tani o ka shkrymë në ty? Ja, tretët kjo të shime njërë nga temperatura e nëzet, ja. Shifi, sepse panan unë ngroha goxha. Në qofë se shej që nuk është tretur tamam, e vë pak këtu. Pak fare. Shumë pak, sepse kjo duhet bët mas kremoze, ja, akoma kjo nuk është tretur, se shi që shef janë sa copa. Atëre vë këtu anësh. Teorikisht që do me thë 1 minutë, 2 minuta. Tani mu duk shumë e thjesht, do t'a provoj. Tani që po kujtohem, unë nuk e kam bërë këtë recetë, unë kur e pash, po kam përzirë 2 receta cheesecake-u vetëm sepse pash gelatinën. Sepse më trombi gelatina, tani që shofë shumë e thjesht. Faktikisht e shurë se ne në Shqipëri nuk e kemi pas përdorë dhe na u duke qikë si gogol, po themi. Ja, kjo tashi është... E kuptoj. Tani është homogene. Tani me qënë se kjo është e nxehtë dhe kjo është e ftohtë, do duhet që ta do të marrim pak ta ftojmë ti që të mos kemi atë efektin se kjo po të bjerë direkt në të ftohtë, bëhet si gomë. Do m'pikset e kuptova. Marrim pak. Bëjmë këtu? Jo. Me variant pak nga ftofjen? Do ta ftofsh aty, okej. Pero do të marrim edhe pak pana. Kam këto variantet e mia të thash të banja marisë ftohtë. Fizikant, ja. Se thonë nuk të hynu punë shkolla, ja të pak të fizika këtu hynë. Unë që kam studiu ekonomik, mu për matematikën nuk ka hynë. Për atë punë kam baruar gjulexim, kështu që as lekët e mia nuk di të numëroj. Jo, unë kam punuar, sa i bi, deri në 2011, punova në financë. Kam baru shkollën në 83, në kjo me në menti, ka që bëj logarit vetë. Marrë dhe pak nga kjo këtu. Ja dhe kjo po trashe tash unë që do ta hedh direkt. Po përderisa. Sepse kjo tashi është e vapë. Në hypi vapa. Nga po më vjen shkretës kjo vapë. Këtë do të kemi kujdes ta edhim gjithën, sepse është e logaritur që në pikset. Unë pikseve kremi tani nga gelatina. Po. Okej. Boll.
Se bëj dhe muskuj me këtë rast. Po pra, e kuptoj që ti s'po shko sot palestër dhe do me bo këtu tash i mjaft. Biceps, triceps. E shofum që ti do me bo palestrën këtu ke musat. Këtë po e bë këtu. Tash me kujdes do të hedhim panën dhe do ta përzjejmë me lëvizje nga poshtë lart që panat mos na zmontohet sepse ne panën e rrahëm. Kështu, sa një që ka. Pana? Po që panën këtu çudi nuk e kam qef. Vetëm panë, domethënë. Pëlqen pana, mascarpone dhe gaj qumshi si themi me panda. Qumshi kondensuar, po sepse ne i thërasi me markën e vjetër që ka qenë shumicën e gjërave. Kur do shkruaja libër nuk dija se si ta quaja se qumshi kondensuar. Qumshi kondensuar ka emrin. Po në përgjithësi për shumë produkte ne në Shqip përdorim markën me të cilën ka ardhur, është bërë e njohur, siç i themi Rimelit, s'kemi asnjë emër tjetër në Shqip përveç se Rimel, që është marka e Rimelit. Po disa gjëra dhe abuzojmë. Për shembull, kur dëgjoj këtë fjalën Pampers, ne kemi në Shqip Elena, s'kemi pse i themi Pampers me emrin e markës. Po në këtë rast, panës, kemi dhe për pana, ajk qumshti. Ajk është krem. Nuk e di tash s'di çfarë të them. Këtu hyn shkolla ime për gjyletërsi. E tash këtu më ndihmo ti. Për librin tjetër po. Do të konsultohem. Megjithëse tash i kam mësuar shumë terma unë, sepse në momentin që unë i kanë në Itali, Shqipëri nuk ishin futur këto për bërse. Po dhe shumë gjëra që kanë ardhur në kuzhinën italiane në Shqip vinë me gjithë emra. Po pra, të gjithë përdorin fjalën italiane, sepse ka ardhur bashkë me recetën. Është drejt. Kaloj një çerekore ta marrim nga. Ja, ndërkohë se duaj që të megjithëse është kjo, jo megjithëse u ftoft kjo. Okej. Se kam marrë mos do shkrit panën. Tash do të marrim pak nga kjo. Ta përzije. Këtë se dija që përzihet. Jo, po e përzije nga që është çike vakët, se po të ishin fruta të freskët do t'i hedhja direkt. Gjithmonë temperaturat kur bashkohen dy përbërësa të ndryshëm duhet të jetë e njëjta temperaturë, o të dyja të nxehta, o të dyja të vakta, o të dyja të ftohta. Përndryshe pana të tretet. Gjithmonë merr pak nga ky përbërësi. Nga kjo përzierja po themi. Okej, ti tash i shko merr tavën, unë po përzi këtë. Për ta lërë kështu si efekt mermeri. Kjo përzihet e gjitha. Tash kjo do dalë me ngjyrë të kuqe sepse është bërë me fruta të ngrira, me fruta të freskë nuk do dilte. Thjesht do bëhet e bardhë dhe frutat hidhen sipër apo përzihen? Jo gjithmonë sa frutat do t'ja hedh, ose nëse s'pëlqen edhe mund mos i hedhësh, nëse ke pak duket më mirë kështu. Del më e shijshme. Me fruta të freskëta akoma më e mirë, dhe kjo nuk e jo duket shumë e mirë. Nuk na vjen keq e ham edhe kështu. Duket shumë e mirë. Do ta hedhim këtu. Duke lënë kështu jo të përzier shumë, kjo del si efekt mermeri, po thënë. Po, del herë bardhë, herë rozë. Del ka më mirë kështu. Më e këndshme porsion, po thënë. Dhe përfundimisht unë do duhet të marr një tavë tjetër në shtëpi që të më dalin më i lartë. Gjithmonë, jo më shumë se 24. Tani e kuptoj që pas kam shumë të madhe. Tash nëse do të bësh një punë tamam ashtu siç duhet, dhe këto ansoret e kësaj ne duhet i lyen me gjalp, i pret një cikletër fure dhe ja ve, domethënë asaj që kur të dalë kjo të dalë akoma më e bukur. Po ne do ta ham vetë në studio këtu, që po i bini çik më shkurt. Po faktikisht ashtu duhet bërë, domethënë. Një veshë dhe ansor. Tani kjo do arrit të ngrihet e gjithë se po nga gelatina. Nga gelatina se e peti që e përzin gjitha këto. Sa receta tjetër ishte ngrinte vetë për shkak se ishte djathi shumë kremoz që ishte. Tani e kemi gati për në frigorifer. Jo, prit tash do t'i vë çik nga kjo plasmasë kuzhinës, se gjithmonë nga gjërat në frigorifer. Mlej çik edhe mua, nëse pak kanë. Ti merr këtë pjesën tjetër. Okej. Do ta lëm 4 orë. Me qese kuzhinë më mirë sepse e mbron dhe nga erat që mund ushimet e tjera që mund të jenë frigorifer. Kjo ke ngrira kështu nuk futet më, domethënë vetë po të mos ke shkojë e detyruar të presësh, se ngrira do ta prishte fare. E kuptova. Tash për 4 orë. 4 orë në ndërkohë mund të dalim jashtë të presim. Normal. Është kohë e bukur, këtu te zyrat kanë çelur dhe ca trëndafila.
Unë e pastrova lugën fare. Unë e mora trëndafil. Unë mendova nga që pashkur parkova makinën një trëndafil me ngjyrë, mendova mos do gjenim nga ata të kuqët. Do doja dhe çik shumë për ta shoqëruar cheesecake. Ke çik si shumë pretendime. Ku të kosh pi boje? Këtu do hash vetëm cheesecake-un. Okej, tash i futemi se duhet jetë bërë edhe koha themun. Duhet jetë bërë. Na kanë ngri. Hajde, okay. Unë çiki të marrë në frigorifer. Po, na merr çik tavën, se tash ka kaluar koha. E shoh me sy që kanë filluar anët. Të hapen. Ku bërë specialiste ti një gotë. Kaq. E shofun që ti... Edhe pak do hapim restorantët, mos u habit. Tash ja do kalojmë fikën. Këtu anash që ta stakojmë. Se sidomos biskotat nga gjalpi ngjisin. Ke anësorët. Unë mendova që thjesht do ta hapim kështu dhe do ishte si magji. Jo, se ngjitë si do që të bëtë. Gjithmonë thikën quhet deri në fund, kur ta shohë që takon bazën, po. E dëgjoj dhe me vesh që aty është duke takuar biskotën, duke ndarë biskotën. Bravissima, aty është. Them që duhet t'jemi, them. Kjo është magjia e bukur, që mua pëlqen shumë. Të mirë kanë këto tavat që tash ku ta lëm tavën për mbështes këtu. Sa më pëlqen, sa e bukur duket. E rregulloni çik me thik, se ndërkohë që unë i rash me thik gjithmonë e dëmtoni çik. Prandaj them unë që duhet letër fure anash që të mos prishet. Megjithatë ja unë e rregulloj kështu. Po të kishim letrën e furrës duhet ta prisni me gërshër pastaj letrën. Po duhet marrësh formë, do çik më shumë kohë. Kjo është çik më. Jo se na doli më mirë kështu. E rregullon edhe me thikje kështu tak. Si punë rroba qepsi si me ekur mbulon defektet. Edhe kjo kështu është. Edhe këtu sipër. Kjo është pjesa që më pëlqen më shumë. Ne, bukur është. Pjesa e tash të provojmë ta presim. Ka ikur në cep. Pa të gisht ti ke goja. Gati. Tash ne edhe mund të provojmë ta presim. Po nuk t'i vëm zbukurimet? Po ja vëm tash pastaj po e presim, okay. Jo, unë mendoj me që se kemi fruta të freskëta. Jo se kisha hallin që të bëja fotot, kryesisht është ta. Okay. Me që se kemi fruta të freskëta, unë them t'i vëmë një çike të freskëta. Ndryshe do t'i vidim ato frutat e ngrira që na ngelin çfarë. Po ato do t'i vëm, ato do vëmë. Ato mund t'ja hedhim sipër ke pjata, kështu si në fund, kur të kemi zbukurim, po. Tash më gjetë ca kështu qershia të bukura ti. Që t'ja vëm. Shumë të bukura frutat e kuqe. Shumë. Një të preferuarat e mia. Bëjnë edhe mirë, mbi të gjitha. Po, përveç se janë bukura. Koha më e bukur është kjo, kur dalin qershit. Po pra shoh që i pas ke pasion ti, filmi Stina qershive që ka jo. Këngë vjetër franceze, me Stinën e qershive. Kohën e qershive. Me atë që ka Sophie Marceau. Më pëlqen edhe këto, po t'jen të gjata për t'i varur në vesh. Po t'i dhuroj. Janë të shkurtra, nuk tojnë. T'i vardot. Mirë. Zhvizit të shkok aty? Po. S'ka një dyshe tjetër. Ti më thej të zbukuroja cheesecake-un. Po pra, po ti po zbukuro veten. E shoh unë, po e zbukuroj vetë më mirë cheesecake-un. Ja dhe një këtu. Ula parosol. Zjerë në gjyrash. Jo, prisë t'i hedhim edhe qika shkut kuqe, se kështu ngjan si e varfër. Kemi edhe nga kjo. Nga kjo që më pëlqen mua, amarena. Që është me qershi të hidhur. Kjo ishte me fragolina di Bosco, me ulestruje marrë me amarena. Tash më vjen keq, nuk e di. Mora këtë që më pëlqen mua. Ka tjetër ta marr atë, okay.
Ravasi. Pika. Të ravafës. Ja, kështu. Mund t'i vëmë dhe ca gjethje shile. Moj. Do ta ha vasin më mirë. Haje vasin që të bim rahat. Unë kam një palë vas me qërshi herë do vë vasit prej vërteti. Mirë, erën tjetër. Kjo është deg? Vjozme? Vjozme, Nenexhiku. Tash këto gjithë se kush zbukuron mas qefit, po themi kjo është një ide. Shumë e bukur. Shumë e bukur sepse po ka të gjitha ngjyrat. Po të kesh edhe kështu nga ky kremi me kiwi, edhe çik si jeshile, si do të pëlqej. Tash ta presim një copë të shohim si duket? Po. Tash këto po I heq. Mua edhe këtu më duket shumë e bukur. Edhe këtu më duket shumë e bukur. Duhet ta presim? Si duhet donti? Apo të vjen keq që ta prishish? Po më vjen të keq ta prishja, ishte gati për të çuar dhuratë. E dash këtë ditë për vete ti? O, tash u do ta pres. Ndryshe janë gati çunat. Një gjë çunat kanë hakë, po të ulodhën nuk e marr. Ta presim atë. Okej. Do ta presim. Tash këto po I heq të shilet. Se do më pengoj. I lëm për... Jo, nga që ula parosën e qik do t'i heq. Po se kemi. Edhe këta fikën. Tash faktikisht që të pritet më mirë këto fikën duhet ta lagësh me qikuj të nxehtë. Këtë e kam parë në për vendet, në gjitha vendet, gjithë kamarierët kur presin tortat vinë me atë gotën e ujit. Po, pra e dreq e boti. Se dreq vetëm për të ngrënë do thuash. Po, pra, I edhe vrojtuse e mirë ti. E ka profesionale. Po, që fëmijë ke qenë kështu ti apo u bore? Të them të drejtën kam qenë. Ka qenë shumë e vështirë të më rrisje mua. Mami jot ka hequr një çik me ty. Thot akoma. Më mirë kisha arritur 10 fëmijë se sa Ivë. E shef që gjeta unë. Që s'kam fol me mamin, ë? Po duhet kesh pasur dhe ti. Po se kam, po, kam qunin. Ke 2, apo jo? Kam qunin. Goca ka qenë kështu shumë e urtë, shumë e mbarë. Qunin më, më kalot, po, si gjithë qunat që janë I qik më të vështirë. Si gjithë qunat dhe unë. Edhe Iva, si gjithë qunat dhe Iva. O, sa e bukur. Shumë e bukur. Sa e të si mund të hedhim edhe qik nga këto kokrët që kemi këtu. Sa dhe këto. Japin e qik një gjyrë. Po, ngjyrë edhe pamje të bukur. Na shkon edhe me pjatën. Plus dhe janë pak të asta. Po. Dhe japin më shumë shile. Tash edhe një piru vurive dhe pastaj ajo të mund ta hashti. Një gjethe? Po dhe një gjethe këtu anash. Një gjethe të vogël. Piru kemi këtu. Sa për të bukur. Çik si e madhe kjo gjethja. Pas kemi gjethe më të vogël. Edhe një piru. Okej. Bëm vetëm një. Tash do ta hashti këtë? Po do ta hapër derisa ma nxorë. Jo, thashtë vetëm do ta shohësh. Okej, mirë dashur. Provoje. Unë jo jam recetën tjetër. Okej. Jo, erën tjetër recetës se do ta bëjmë sot. Erën tjetër? Okay. Fillon mendoje. Apo e kemi librin gati? Do ta le ty ta zgjedhësh. Po, do ta zgjedh nga libri. Okej. Rregulloja vetëm flokun. Shijojnë në shoqërinë e Krisit aty. Që ne thjesht e bëjmë edhe. Po, dhe presim kohën që të ngrimë. Prapë që e kam me kohë. Kujtova se e bëjmë edhe e ham direkt. Po këto s'puten. Në dorë. Janë dhe Po sa të janë me gojë.